Në emergjencën e spitalit të përgjithshëm i Sagreza në Gjakov, gjatë ndrimit të motmotëve janë trajtuar raste të ndryshme. Sipas stafit mjekësor, rastet më të shpeshta kanë qenë lëndimet e shkaktuara nga mjetet piroteknike, si dhe një rast lëndimi nga plumbit që ka ndodhur në komunën e Rahovecit. Specialisti i emergjencës, doktor Afrim Dervishi, tha se shumica lëndimeve ka ndodhur si pasojë e pakujdesisë. Ai bëri të ditur se në një nga rastet më të rënda, një fëmijë ka pësuar amputim të gishtit të dorës. Përgjithësi ka pasur mjaft raste, po lëndime nga mjetet piroteknike dhe armë të zjarrit i kemi pas gjithsej 15. Prej tyre kanë qenë të lehta, të gjitha me përjashtim të një lëndimi pak më të rëndë të një amputimi të gishtit tregues të një të mitëri. Po ashtu ka qenë edhe një plagosje me armë zjarri nga gjytjet e pakontrolluara. Doktor Afrim Dervishi sqaroi se lëndimi dhe amputimi ka ndodhur pasi një mjet piroteknik i ka shpërthyer fëmijës në dorë. Me mjete piroteknike, fëmijë duke lozur ka shpërthyer si duket edhe një pjesë të gishtit tregues e ka humbur. Doktori tha se edhe para vitit të ri në emergjencë ka pasur fluks të lëndimeve nga mjetet piroteknike.